Pas ngjarjes tragjike, grupi këshilltarëve të LSDM-së në Këshillin e Komunës së Kisillavodës ka kërkuar thirrje urgjente të një seance të jashtëzakonshme. Koordinatorja e grupit të këshilltarëve Daniela Nastova Pishtolova shprehu ngushëllime për familjen e viktimës dhe u uroi shërim të shpejtë të lënduarve, duke theksuar se rasti hap çështje serioze lidhur me sigurinë në aktivitetet ndërtimore dhe funksionimin e institucioneve. Nga LSDM kërkojnë që në seancët të miratohen në masa konkrete, ndër të cilat formimi një komisioni të pavarur profesional për verifikimin e të gjitha lejeve të ndërtimit, vendosja e një moratoriumi mbi aktivitetet ndërtimore derisa të vërtetohet siguria e tyre, si dhe transparencë e plot përmes publikimit të dokumentacionit. Kjo tragjedi nuk lejohet të jetë vetëm edhe një lajm që do të kalojë pa përgjegjësi. Ajo hap pyetje serioze për sigurinë e aktiviteteve ndërtimore, për respektimin e dispozitave dhe rolin e institucioneve. Pikërisht për këtë, sot kemi dorëzuar kërkesë për thirrje urgjente për seancë të jashtëzakonshme në Këshillin e Komunës së Kisillavodës. Ndërkaq, konferencë për media pasoi edhe nga kryetarja e Komunës së Kisillavodës Beti Stamenkovska Trajkovska, e cila pa ashtu shprehu keqardhje të thellë për ngjarjen tragjike. Ajo tha se siguria e qytetarëve dhe punëtorëve është e prioritet absolut dhe nuk duhet të jetë objekt i përfitimeve politike. Sipas saj, institucionet kompetente kanë vepruar dhe janë në proces kontrollet për të përcaktuar të gjitha rrethanat që lidhen me ngjarjen, duke shtuar se komuna bashkëpunon plotësisht me institucionet dhe do të veprojë në përputhje me të gjitha gjetjet dhe rekomandimet. E kuptojmë shqetësimin e publikut, por apelojmë për përgjegjësi dhe përmbajtje nga publikimi i informacioneve të paverifikuara dhe politizimi i rastit. Situata të tilla kërkojnë një qasje serioze dhe institucionale, e jo reagime ditore politike. Komuna është e hapur për diskutim brenda institucioneve, por vendimet duhet të bazohen në fakte dhe analiza profesionale e jo në supozime. Ajo tha se Komuna e Kisillavodës do të vazhdojë të informojë publikun në mënyrë transparente për të gjitha informacionet, sapo ato të konfirmohen zyrtarisht.